nga ato që ne i konsiderojmë që janë çështje bazike, të cilat i mungojnë komunës Vushtrës, fokusi jonë do të jetë në programin tonë të zgjidhim fillimisht të gjëra të cilat nuk duhet me i mungu e nuk i mungojnë si të anësi për thuj se asë një komunë tjetër në Kosovë. Pra Vushtrës sot nuk ka ujë pjesë në 20% të teritorit vetë, nuk ka një shesh të përfunduar, nuk ka një treg të prodhuesve vendor në ndërkohë që është komuna më bujqësore në Kosovë, nuk ka një stacion të autobusëve, nuk ka një transport publik të organizuar, një mini park e kemi pas në qytet edhe ai është mbush beton dhe nuk ka mbetur asnjë e katërta e tij dhe gjitha këto projekte domethënë nuk janë të përfundume ose s'kan ndodhur fare në komunën e Vushtrës tash 26 vite. Ne brenda mandatit tonë sigurojmë qytetarët e komunës Vushtrës që komunën e Vushtrës e bëjmë me stacion të autobusëve, me parkun e qytetit në sipërfaqe prej 2 hektarësh, sigurojmë ujin e pijes në gjithë territorin e komunës Vushtrës, për këtë zotohemi dhe i kërkojmë gjithë qytetarët e Vushtrës ta mbarin programin tonë, na mbajnë llogaridhënës në fund të mandatit tonë, nëse këtë që po e themi në program nuk e bëjmë realitet pas 4 viteve, sepse këta të gjithë ju kanë thonë që 26 vite si do t'i kryejmë këto projekte. Është pikërisht e çuditshme të dilet në vitin 2025 të premtohet uji i pijes si një nevojë elementare. Shiko, me të vërtetë është përkeqardhje të diskutohet për furnizimin me ujë, po kjo është e vërtetë e dhimbshme e banorëve të komunës Vushtrës. Mu vjen keq që duhet të flasim për këtë. E kam thënë në debate të tjera derisa Buta ka arritur në Hën në vitin 1969, ka arritur në përpjekjet reale të kohës së sotme të kërkoj ujë në planetin Mars, në ndërkohë që në komunën e Vushtrës 40% e territorit nuk ka ujë pjesë. Kryetari aktual i komunës në mandatin e kaluar, në fushatën zgjedhore, ka premtuar që brenda 6 muajsh do ta zgjidhë problemin e furnizimit me ujë. Deklaratë e tij e dhënë gjitha debatet me zë dhe me figurë. Lere që nuk e ka përfunduar si projekt, por nuk kemi parë as përpjekje minimale të tij që të punojë në teren, të hapë një kanal, të ashtrijë një gëp, të realizojë një stacion pumpimi, të çojë hallin me ata qytetarë, të bashkëndjejë sfidën që ata kanë për mungesën e ujit, thjesht nuk është marrë fare me atë çështje sepse interesi i tij ka qenë tek betoni, tek ndërtimet dhe tek pronat. Prandaj qytetarët e Vushtrës, jo pse ne kemi qef sot, po kanë një problem real, sepse është sfidë e vërtet që akoma njerëzit me shishe bojnë ujë nga qyteti i Vushtrës për në fshatra edhe bojnë shumë të vështirë jetesën në fshat dhe kjo është një prej arsyeve kryesore, pse fshatrat e komunës Vushtrës sot janë të përshkatisura. Madje ka teori të caktuara në qytet që uji nuk është realizuar nga kryetari aktual për shkak se njerëzit e cilët e rrethojnë dhe janë ndërtues të banesave nuk kanë mundësi me i shit banesat në qoftë se në fshat shkon uji. Prandaj njerëzit për me lëshu fshatin dhe me pas më shumë mundësi të blerjes banesave nuk e kryejnë projektin e ujit. Pa, mendoni se